zonave të para. Po i kanë kontrolluar banesën 3 muaj para se të bëshin zgjedhjet, ku ishte drejtuesi i qarkut Elbasani. Tani në këtë kontekst besoj se kishin bënin jo vetëm me biznes, jo vetëm me çka ka bërë zotëria gjatë kohës kur ishte kryetar bashkie, po dhe me biznes që lidhin me bashortën e tij. Ideja është të një restoranti se këta. Po këto janë akuza që janë akuza, se janë akoma akuza, janë dyshime ose pretendime nga prokuroria e posaçme, cilët nuk kanë nisur sot. Le ta themi se nuk kanë vite, në fakt. Vite. Po vite kanë, marrësit, këta kanë pasur një strukturë, pra. Ishin bashkiti, bëheshe një fest aty. Tek festa ti duhet ta çoje te lokali që kishe ti. Po. Dhe hapni prokurimin, ke parasysh rastin e Ilir Beqajn me Gzona? Po. Këta janë një Gzona 2. Edhe këta këtë kanë bërë, kanë marrë atë, kanë pasur një fest, edhe ku do ta çojmë këtë festën? Është fondi për shembull 100.000 euro për vitin e ri. Pjatë e parë është bukë thot me vaj ulliri. Po. Pjatë e dytë është bukë thot me vaj ulliri dhe me pak djath. Para 11 maj, se mas 11 maj thoshte Klemen. Pjata e tretë është bukë thot ulliri, pak djath, pak vaj ulliri dhe 2 tomatçine ose domate të vogla. Dhe këto po ky është rasti tani, zoti Mazingo nuk ka qenë ndonjëherë përpara si thua tokave të zeza, nuk është ka pasur një aludim. Këto janë pretendime. Nuk e di nëse biles nëse ka akuzë për këtë gjë, nëse nuk ka akuzë, unë them më përpara ka nisur akuza në media apo ka bërë media ka pasur, jo në SPAK jo, por ka pasur media sepse ka pas akuza kur është kontrolluar Mazdiku, ka pasur ultimet me fushën në Barcelon. Po kanë qenë dhe kjo. Ajo ishte që ky vleu hotelin një sekondë. Po pse pakës? Ajo ishte që biznesmeni pra i dha se shumë gjyqtar për ato u dogjën nga këto situata kurse Mazdiku e kalonte vetingun, sa hapeshin dosjet. Po ishte rasti atyre 3 gjyqtarëve që mine aty veproi drejtësia me 3 standarde. Një për vete, një për gjyqtarët dhe ndryshe për se kur bëri koncertin Rama, tash për periudhë fushate Mazdiku po ta veshte kërcente më shumë nga tjerët, që një arrushë e madhe. E peti kur ishte kënga vish fustani me toka, kisha fjalën që atë rast ose njeriu kur pi ver, njeriu kur pi ver, jo më çfarë kishte pira zver mes të vapës. Po ishte vapë e madhe, ky ishte edhe mi i gjati me këngën që kishin këngën e fushatës, bashkë me Noizin, edhe bashkë me atë ne ecim para vetëm përpara se e bën gjithë paradën. Përpara do ecën ata. Mazdiku vlla kërcente më shumë nga të gjithë. Po da vesh re biles edhe Edi Rama që është i gjatë, 1.90 ca, Mazdiku, koka Mazdiku kërcente ditë mjatet e Edi Ramës. Do thush ti, mas e Edit si ka pëlqyer ka thënë, kush është ky që ten më gjatë se unë. Ai mori dhe rezultat në Elbasan me atë ritëm që kishte, se me atë ritëm e mori Elbasan. Po e mori sa ande Bugaçe për ditën. 10-4 nuk është pak. Po thoja tani se e kuptova që doni të bëni humor se. Ore 10-4 nuk është pak, po them se atë video në varë se ke parë si kërcente? Te koncerti që u bën në qendër, ku ka pasur frymësi, ka pasur reper të ndryshëm. Që u hap fushatën 12 qarë, po, se kam parë. Nuk e parë kush kërcente më shumë? Do që ato vjo fustani me toka Belinda, këto gjëra që i dhanë mediat, Belinda kërcente se ku notonte, pra që lëvizte durët. Mazdiku kërcente kështu. Noizi zakonisht dëgjon Ermali. Se u mërzite se Noizi u rekrutua nga Edi Rama si... Jo, s'kam nga këto. Për që e ferën e nuk është fanë se Noizi. Unë e gjonë dhe Noizi. Unë i gjë gjitha. Unë shumë kam gjorë Unikatili, në fakt, por kjo është çështje tjetër. Gjitha syve, kush i ka për ca sugjerime një kryetari që... Çështja që ndronë që... Por çështja që ndronë që... Në këto premisa që ne analizojmë dhe diskutojmë, çështja që ndronë që kërcen prifti nga Belaja, ke dëgjuar? Kështu që mund të përkufizohet kjo pjesë. Po kërcen nga Belaja? Po, nga Belaja kërcen se Ahova ka thënë drama. Po ai Ahova, gjithë hamit të pyetja edhe. Po shikosh, kur ai kërcen dhe ka qenë spaku, pa 3 muaj thonë ka qenë spaku në shtëpi. Ka qenë një telekomedi në Shokun Sillo dhe me verë nëse ke parasysh që pjesë lutet Xhevair Dëneli. Po. Që Ciceroi zojsh. E thotë ai sa bukur tha e kemi lënë. Çfarë zoj gjithë ai?
duhet të gjithë Cicerima të hiqen. Si ka i mos leja si, po le thaja 5-6 Kështu e të tërat e Maznikut dha. Leja 5-6 pa e të gjeti me tu me zoj. Çështja qëndron që këta janë bërë, do më thënë këta janë të gjithë në sit nga Spaku. Kushtave, se më Shi, për qenë korrekt, unë do ta lexoj. Po. Atë që dyshohet, Po, na i thuaj. thuhet janë bërë Drejtohu nga kamera. Spak ka përqendruar, ja sa e lexoj kështu, disa hetime ndaj Maznikut dhe të disa praktika tenderuese mes Bashkisë së Tiranës dhe restorantit The Home, që është në bashkëpronësi të bashkëshortes së shtetases, Marinela Lika. Kurse disa praktikat e tjera që janë në verifikime sipër nga Spak lidhet me tendrat që dhe The Home ka fituar në kohën që ai ka qenë dhe zëvendës kryetar bashkie. Bëhet fjalë për tendra me vlerë rreth 800.000 euro me kompaninë publike Tirana DC dhe Bashkinë e Tiranës gjatë viteve 2021-2022. Problemi është dha, këtu më fal, do bëj një intermezzo, që të gjithë vllai detyron groja të futen vjedhje këta. Kryetarën e bashkisë e kapën nga groja, ky nga groja. Ç'është kjo tendencë groja të detyron vllazën? Çështja qëndron se ne Spak ka ngritur dyshime të forta për një konflikt të pastër interesi dhe korrupsioni. Ma përcakton dot Mazniku ka mbajtur postin e ma përcakton dot Mazniku te Kodra e Diellit ka vila, apartament, ç'a thot ajo lajmi aty? Po. E thot aty? Po më resarojmë dhe këtë. Ai thuhet që posedon tashmë e përcakton për shembull. Mo do e lexoj se kemi kohë na iku koha televizive shoku, se do na qeret i rezulton. Dhe apartament në rezidencën Kodra. Këta në gjithë, për shembull. Dhe ka dhe pronësi të tjerë. Edhe drejtor të tani problemi është tek vila në Qeret, më fal të them diçka. Ajo që bën përshtypje dhe që e flasin është që është i vetmi personazh i cili ka një pllak me emër me mbiemër. Sepse Velia e pretendonte që nuk është e tija, për shembull dhe me drejt. Velia se pretendonte, Velia thotë që ka bler vjerë. Po ka bler vjerë dhe me drejt. Që ka bler vjerë. Ky është i vetmi që guxonte, ky është i vetmi që guxonte e vendoste emër mbi emër dhe me pllak si pllak Floriri, pllak gol. Ka edhe disa drejt. Ashtu atë Londrës vakur Vela nuk guxon. Ka edhe disa drejtorë. E kanë si simptom si bashki këta, se janë dhe disa drejtorë për shembull që kanë vila në plazh dhe ata. Po. Këta të 5D-s. Kanë dhe këta. Ca e kanë shënuar me emra, ose veshin dhe nga këto bluzet që shkëlqejnë, po ta shikosh. Se duan që shkëlqimi tyre jo vetëm në plazh, dielli mos ti. Do të them vetëm një epitaf. Groja futka shejtanët në shishe dhe kryetarët e bashkive në burg. Po, çështja qëndron që këta domethënë Spaku sa më shumë të ulumtoj, aq më shumë mund të dëgjojmë ne të pabëra. Se ne po se dhe rasti Benet Beci që kishte dalë te telefoni gruas atit, kishte. Po tani po them dhe ai flisin bashkë atë. Ata thoshin kështu 40, 80 ai politikën rrini beqar. 200 ai, 100 ne ignorantët, 200 ai profesorët, 100 ne ignorantët, jam të talleshin dhe me parat. Tashmë Marsit, nëse japim një perspektivë ose do pyes më mirë Anërin, se ne kemi folur boll. Tani të flasi pak Anërin. Ç'a po ndodh brenda Partisë Socialiste, a është kjo një luftë e hapur, apo tradhojnë këta njëri tjetrin? Por a ka përgjegjësi një? A ka përgjegjësi? Zoti Mazniku. As ka përgjegjësi. Në pikpamjen tënde si do duket. Çfarë bidet krijon ty? Unë tani përgjegjësia këtu tha. Jam unë. Ideja është këto janë pretendime. Tani te pretendimet, unë këtë punë e biles nuk e di njëherë, që ta ketë nuk e kam të se kam të konfirmuar ose do ta shikoj. Nga burimet e tua? Po, nga burimet e mia, nuk e di fiks, po përdesa thot Mërsidi, unë patjetër që besoj se mund të jetë e vërtet, po